Okej, filluam edhe për ditën e sotme, do me thënë filluam edhe për të martën që është ters, po gjithsesi e eklipsoni këto detajet kësaj natyrës. Fan Day është gjithi për ju tani, mos startuam dhe ne jemi për ju, jo vetëm në 2 orëshin tonë, po jemi kudo në rrjetet tuaja tonat sociale, kështu mjafton të na ndiqni. Përpara se unë të bëj rezume e përditshme që është bërë shumë mainstream, është bërë dhe klishe tani se e dini përmendur se çfarë bën Fatma në fillim. E para ulet dhe kryqëzon këmbët, e dyta fillon dhe thotë çfarë kemi sot në Fan Day. Para kësaj dua t'ju ftoj nëse nuk e keni bërë akoma, është koha ta bëni tani, po tani amat, na ndiqni në rrjetet tona sociale. Në Facebook, Twitter, kanali on YouTube, InTV Albania dhe në website në intv.al, ku veç aty keni të gjitha lajmet më të fundit, pa para se të shërbimit shqiptar dhe tuaj. Ndër të tjera keni mundësinë për të votuar një link shumë të këndshëm, këngën tuaj të preferuar shqiptare, kështu për të parë pastaj se kush është top 10, ku e kam telefonin s'po e gjej dot Jasmin si me stil, nuk e gjej dot. Kush është top 10 i këngëve më të mira shqiptare sipas votave tuaja. Shumë gjëra të bukura kemi sot në Fan Day në fakt, duke nisur kështu nga Dafina që është inspiruar nga një personazh i huaj, se për kë bëhet fjalë do ta tregojmë më vonë. Do flasim diçka sa i takon Adele dhe Rihanës, do flasim për Reese Witherspoon se feston ditëlindjen mbi të gjitha, kënga e re e James Morrison që është definitivisht shumë e bukur, dhe çfarë doja të thoja tjetër. Studion sot do ta shihni më të mbushur se kur, nuk bëse se ka patur të ftuar ndonjëherë në një studio televiziv kaq sa do të ketë sot. Gjithsesi është pjesë për tu parë, janë fëmijë shumë të talentuar dhe një projekt i Underati që bëjnë emisione vetë për fëmijët nga fëmijët në një radio që jepet kështu, mund ta shohësh online këto të fundit. Dhe kur ke Telekom Albania, telefoni nuk pushon kurrë, domethënë shqyr që kanë bateri, kjo është gjëja më e mirë. Me Telekom ti mund të kesh mundësinë të komunikosh me gjithë njerëzit që ti don brenda dhe jashtë vendit, mbi gjithë të dhurosh dashuri kështu me mesazhe, edhe nëpërmjet 4G që vjen për herë të parë në Shqipëri. Kështu që nëse nuk ke Telekom Albania, surri me neve. Kënga që vjen tani është shumë e bukur. Unë e kam dëgjuar kështu dhe u fiksova 2 sekonda se duhet marr diçka aty. U fiksova ta thoni ju pse u fiksua Fatma me këtë këngën. Veç se është një vajzë shumë e bukur dhe shumë e talentuar ndër të tjera, ka diçka te kjo kënga. Ka një klip që të përfshin në fantazitë e këngës dhe ajo që do dëgjoni, domethënë, prit, është shumë interesante. Giulio, ti duhet më dëgjosh mua tani. Në gjithë këngën keni një muzikë të tillë. Kaq. Po kënga është definitivisht shumë e bukur. Unë bëra shumë keq, duhet një tenxhere, po mirë doli edhe me këtë. Gold është titulli i këngës, e shohim. Është 22 mars në ditën e sotme dhe e bukur është kur erdhëm këtu në Indo, domethënë, si unë dhe Ina, kur po flisim për emisionin, gjëja e përbashkët, pika kyçe ku na takohesh mendimet ishte shumë vap, po plas vape dhe për ironisht veç do doja me të zeza sot, domethënë, e çuditshme kjo mbase nga e Marta e zezë, su fiksova me këtë pjesë. Gjithsesi, gjithkush e gjen një motiv që në mëngjes kur zgjohet për të festuar kështu në ditën e vijim. Në këtë 22 mars, përpos ditëlindjeve që mund të keni, gjeni motiv tjetër për të festuar, të tipit çfarë do lloj gjëje, më rëndësishme që targetoheni me miqtë tuaj dhe duke parë Fan Day mbi të gjitha. Tani, nëse fan lover sot festojnë ditëlindjen, vjen kështu përzemërsisht një zarf urimi i këndshëm nga gjithë stafi i Fan Day, gëzuar, çfarë do lloj gjë që festoni. Gëzuar edhe bukuroshja bjonde legale është, kjo nuk ka lyer gjatë kohës, është e ligjshme matematikë. Reese Witherspoon, një aktore shumë e talentuar mbi gjitha, që ka spikatur në fakt e ka nisur karrierën e saj televizive duke bërë modele në disa spote publicitare. Sot feston ditëlindjen dhe pse ku e ka moshën? 40 vjet për ditën e sotme. Pa çka se nuk duket fare, po fare ama. Edhe pse ka sejvuar shumë çmime si Golden Globe dhe gjithë to awardet e rëndësishëm sa i takon kinematografisë. Është dita e Ashurës sot, gëzuar të gjithë që e festojnë këtë, vetëm gëzime të kësaj natyre paçin në familjet e tyre dhe mbi gjitha, sot teksa po lexoj dhe po googulloj, është edhe dita e ujit. Kjo është sepse unë po pikaj shumë ujë sot, e të meshme, kam mbaruar një 2 gota deri tani, gjithsesi lahuni, sepse është dita e ujit. Apo nuk është kjo ajo që duhet të them, ishte gabim. Do të kalojmë tani një tjetër atësi muzikore në fakt dhe ajo që pëlqen shumë këtu është kjo fraza, X's and O's. Shumë me muzikë dhe me zhurmë, flasim për një djalë që mund ta quajmë sa
sa hape mbi sy, zhurmuesi më i papari i lajmeve që pompojnë në media sociale dhe kudo tjetër, gjithashtu në web, në media në shkruar, të lexuar, ore kudo. Justin Bieber, për këtë po flitet definitivisht shumë kohët e fundit. Tani çfarë ndodhi? Në koherencë muzikore, çfarë ndodhi? Justin Bieber postoi një foto në fakt me Selenën, ku ne tham, wow, këto bashk, është një throwback i bukur ky. Selena bëri një koment, aty bëri të like, tham mos. Këto janë lidhur bashkë, çka do të thotë që definitivisht rrëzohet kështu me thjeshtim matematike. Lidhja e parë, lidhja e kaluar që kishte me modelin Hailey, që është super yll ajo. Në fakt, duke menduar kështu, kishim gabim në supozim. Pse do thoni ju? Një foto tjetër për gënjeshtron këtë të parafundit. Në fakt kemi edhe disa foto që do t'i luajmë tani këtu në Fande sa tregojnë më së miri dhe situatën në fjalë. Ja të gëshoj, mu tregua që ai po tregohej që Justin Bieber se për shefin e tij po argëtohej me modelen, me Kourtney Kardashian dhe gjithë femrat e mundshme të jetës së tij. Edhe me mami gjithashtu në koncert. Ja dhe foto e radhës tregon më së miri situatën konkrete midis Justin Bieber dhe gjithë femrave të botës. Kështu që nëse ju menduat që aty nuk po i shkojnë punët mirë me vajzat, e keni shumë gabim, definitivisht i ka shumë mirë. Domethënë ka një network të gjerë sa i takon gjinies femrore, kjo është më se e kuptueshme nga këngët, klipet, koncertet dhe fotot e tij. Unë gjej gjithmonë arsye dhe motiv për të folur për Justin Bieber që më vonë të luajmë një këngë nga repertori i tij që nga fan lovers është definitivisht shumë e preferuar. Justin Bieber. On to something you should Kepi foto shumë të bukura tani. Në fakt më shumë se fotot ai thelbi kontenti është më interesant. Flasim pak për çiftet e showbizit që kur dashurojnë, e themi, "Oh, sa qef, sa të bukur, sa të ëmbël, sa cute" etj. Lepurushi i vogël dhe kështu shprehish. Kur divorcohen pastaj po çpatën, po kush, pse, qysh, disa prej tyre ruajnë relata dhe marrëdhënie shumë të mira, miqësore kështu pas divorcit, që mua më duket definitivisht pak sa e vështirë, po nejse. Disa kanë ca rezerva, as pak të këndshme për t'ia treguar dhe për t'i depozituar te pala tjetër. Kështu që fokusohen pak tek çiftet e showbizit, janë divorcuar dhe çfarë mendimi kanë patur për njëri tjetrin pas divorcit. Teksa shohin fotos, zbulojnë dhe informacionin përkatës. Shohim foton e parë. Së pari flasim për Ryan Reynolds, ka thënë për ish bashkëshorten e tij Scarlett Johansson, pasi janë divorcuar se çdo kush i divorcohet përballet me një dhimbje shumë të madhe, por duhet t'ia dalësh. Dhe shumë mirë ja doli sepse ai tashmë ka një familje shumë të bukur, është martuar me një bukuroshe si Blake Lively dhe madje vitin e kaluar u bën dhe baba për herë të parë, kështu që ky është një lajm i mirë. Së dyti, ne sillim Kate Hudson, pasi u divorcua me këngëtarin e njohur Chris Robinson, deklaroi kur zbulon se gjërat nuk mund të funksionojnë me dikë që do, është me të vërtetë shumë e dhimbshme. Tashmë ajo nuk e ka problem fare se u divorcuar nga këngëtari në fjalë dhe nga 4 ose 5 këngëtarë të ndryshëm. Kështu që ka eksploruar mjaftueshëm. Nicole Kidman në një intervistë për Oprah pas divorcit të saj me bashkëshortin shumë vjeçar Tom Cruise deklaroi: "Mendoj që divorci është shumë i vështirë për gjithë, është si një mak dhe gjatë gjithë kohës tu duhet të shtirë se gjërat po shkojnë mirë, por në të vërtetë nuk duket as pak e thjeshtë." Do të kalojmë tek fotoja tjetër tani më, tek Olivia Wilde. Vitet e fundit mund të jetë shumë e lumtur me jetën bashkëshortorit dhe qenurit të ëndë, por dikur ka vojtur nga dashuria. Është shprehur në këtë mënyrë për ish bashkëshortin e saj Tao Ruspol, ashtu askush nuk do të ndahet, askush nuk do që të përfundojë martesa, sidomos me dikë që të pëlqen me vërtet, ti thjesht kupton se nëse nuk ecë diçka, atëherë mundohet të ndryshosh gjithçka rreth teje. Për ta mbyllur kështu, me të fundit fare një ndër divorcet më të famshme të historisë, që është Marc Anthony edhe Jennifer Lopez. Ajo ka deklaruar për divorcin se nuk ka dhimbje dhe dështim më të madh në jetë se kur divorcohesh. Kështu që asnjëri nuk po t'ka folur mirë, që është vërtetë, është larg mbajeni divorcin, njerëz sa më larg marrëdhënieve tuaja ato shëndoshe dhe mbushura plot me dashuri. Nga ky top 5 unë them të sjellim pak Jennifer Lopez atëherë kur I këndonte edhe dashurisë së parë, First Love. If you had a twin, I would still choose you. Definitivt shumë sukses radiofonik ka patur kjo kënga, se në çdo radio ku e lëviz dhe dëgjoj shumë preferohet ai versioni që ka bërë me Sean Paul. Tani do flasim pak për gënjestra të bardha. Domethënë ne gënjejmë aty, kënaqemi duke gënjur dhe I fusim sa ngjyra gënjestrave, jo e bardhë, jo e zezë, jo e kuqe, edhe shpëtojmë deri diku nga situata. Sot kjo pyetje vjen për gjithë fan lovers. Faleminderit së pari që komentoni dhe bëni pjesë jona në komentet në Into Albania në Facebook. Mund na frekventojeni të bëni pjesë jona për qenë Info Live në të gjitha rrjetet tona sociale kudo ku ne ndodhemi. Do të nisim kështu me një koment të parë në fakt. Është Noli Tomas Ndoni Kuqizi që na zbulon një ndër gënjeshtrat e bardha që thot. Prit në fakt nuk na zbulon asgjë. Thot nuk mund ta them sepse për një mi në këtë moment mund të jenë duke ndjekur programin tuaj. Të përshëndesim shumë se është nga këto fan lovers që vinë për herë të parë në komente ma domendja. Luisiana thot janë disa lavdërime të cilat jam e detyruar t'i them që të mos I ofendoj ose lëndoj të tjerë. Për shembull, ua Fatma sa I gjatë që je. Dhe po të shohësh çfarë fytyrash kanë bërë çuna këtu, nuk e ke iden. Ndërsa Dritjeta, Suada thot, gënjeshtra e bardhë janë kur dua t'i bëj një surprizë dikujt, e gënjej që mos ta zbuloj, kur bëj kështu mërziten, ama kur e kuptoj që është surprizë, kënaqen, me rëndësi është produkti. Dritjeta thot, gënjeshtrat e bardha që përdor shumë janë për shembull, jam mirë, duhet ta mbyll telefonin se kam punë etj. Ndërsa Eni Dona ka bërë një playlist
Thot gënjeshtrat e bardha që them shumë rrallë, jo shumë shpesh janë, sa do të merren në telefon kur e vërteta as nuk kisha ndërmend t'i merja. Do jem aty për 15 minuta ku ndërkohë nuk jam nisur akoma nga shtëpia dhe nuk jam xheloz kur e vërteta është unë jam definitivisht shumë xheloz sot Deni Dona. Nadje El thot përshëndetje, s'kam kohë për gënjeshtra, por gënjeshtra ime më përdor thot, nuk kam kohë thot për gënjeshtra, kështu që na përshëndet dhe kalofshi mirë. Marinela thot, haj Fatma, u bë sa kohë që s'po komentoj. Në fakt sot kisha bërë detyrat e biologjisë, s'kisha çatoja për profesorit dhe thash që kam harruar fletorin dhe gjithë librin. Sa e kam bërë unë këtu. Ndërsa Desi thot nuk gënjej, por i hare atë gënjeshtrat. Ndërsa Andueni thot gënjeshtrat e bardha që unë përdor më shumë janë të tilla si për shembull s'kam kohë se harrova. Qëndresa thot përshëndetje, gënjeshtrat e bardha që i bëjmë më shpejt jam s'kam kohë, më dëm koka për 5 minuta jam aty etj. Daniela thot përshëndetje, gënjeshtra e bardhë që përdor më shumë është kur s'kam bërë detyrat në shkollë dhe them zyshës kam qenë së mor. Kleja thot kur kam harruar detyrën e shtëpisë dhe i them zyshës i harrova. Si Bela përshëndetje i gënjeshtra më e shpesh është jam mirë dhe pse mund mos jem fare për momentin. Nancy thot gënjeshtra e bardha që përdor më shumë është s'kam kohë harrova. Përshëndetje in thot Belindo. Sa për temën ku më pyesin të afërmit ose shoh ku jam, kur jam drejtuar në destinacion i gënjej në distancat më të afërta, këtë e bëjmë të gjithë, është masive kjo. Në vizës kur mami pyet kush e ka bërë këtë, ti thua se di, unë jo njerë. Edhe unë e them këtë. Domethënë gjithë gënjeshtat i thon kam unë definitivisht rezultove një gënjeshtare kështu me master. Do të them një këngë shumë bukur tani, sidomos për ato që janë të dashuruar dhe pyesin ato të dashur mëngjes drejt dark Amado, Alban Ramosaj. Do flasim tani për një dyshe që në fakt shumë të përfolur kanë qenë, si Adele, si Rihanna, janë shumë të mira secila në territorin e saj konkret, sepse nuk është se kanë ndonjë lidhje të madhe sa i takon muzikës. Rihanna nuk e kemi parë ndonjëherë kështu të presim ta marrët nga këngët e Rihanës, sikundër edhe Adele se kemi parë ndonjëherë të bëj twerk si të bërë Rihanna. Apo të bëj bashkëpunime me këmbën Rihanna. Ç'është tjetër, ama dim të diçka tjetër sa i takon kësaj dyshe që nuk është se e duan shumë njëra tjetrën. Të paktën Rihanna s'don asnjërin, me sa keni kuptuar. Të paktën nuk është se bëjnë komplimente të tipit hey, të dua shumë çfarë këngë e bukur ishte kjo, po e dëgjoja gjithë ditës. Nuk ndodh me asnjë nga personazhet kjo. Mund t'ulem pak patjetër, okej, ula siç keni thënë te avash avash, kalojmë te këngën si Basic Instinct etj. Tani ku qëndron çështja midis Adele dhe Rihanës? Dikur Adele tha që nuk do shkoja kurrë një koncert të Rihanës. Tani më shumë ti e ka shpjeguar këtë të fundit dhe ka treguar me detaje që unë e kam memorien super me njolla dhe s'mbaj mend asgjë, që do të kopjoj pak ato çfarë ka thënë Adele teksa refuzon të shkojë në ndër koncertet e Rihanës. Kush është arsyeja? Këngëtarja 27 vjeçare profet se ishte tmerrsisht e shqetësuar që nëse shkonte në një ndër koncertet e Rihanës të nesër do të ishte dru fare, po fare ama, dhe nuk do të kishte më nerva për të kënduar vetë në koncertin e saj. Ndër të tjera ajo ka theksuar që unë e dua shumë atë, më pëlqen shumë si personazh, e kam shumë gjanë, më pëlqen gjithë albumi i ri që ka bërë, kështu që duhet të shkoj ta shoh patjetër, po ajo që më shqetëson është nuk mund të shkoj një ditë parë se të kem koncert, sepse nga gjithë marijuana që është në sfond, duhet i themi këtë gjë, unë do bëhesha drutëm, do mbaja mend asgjë tjetër për çfarë të bëj për veten të nesërmen në mëngjes. Është munduar deri diku ta rregulloj situatën, po ajo që u tha, kështu që nuk mund ta rregulloj dot kurrë më. Tani për të reagimin e Rihanës, në mos do ta vras, diçka do t'i bëj. Jeni të bindur për to se i bllokon koncertet. Mirë, është më së e kuptueshme kjo konkurrenca midis këtyre personazheve dhe është shumë e kuptueshme gjithashtu edhe pjesa tjetër ku bëjnë muzikë të ndryshme dhe nuk mund të mendojnë të gjithë një lloj. Tani, kënga që vjen është definitivisht shumë e bukur, është nga këto këngë që të paktën unë dhe Ina dhe stafi tu jemi fiksuar shumë. Unë nuk jam i pasur thot, por jetoj si milioner. Nuk e se këtë e thashë edhe djetë, totalisht déjà vu, e shohim bashkë. Këto këngë që kanë qenë fund, po këtu nuk i don asnjëri. Për shembull, dhe sa luhet kjo këngë Fationi ka një nerv të paparë se nuk e don. Po Dafina të pëlqen? Mos thuaj okay. Ishte një okay, sigurisht. Se do flasim për Dafinën. Do thoni po mirë Fatma kush nuk e pëlqen Dafinën, nuk është se na thënë gjë tre për t'u habitur dhe për t'u çuditur. Në fakt, megjithëse kemi filluar të bëhemi pak më malinje unë dhe Ina, po ta mendoni kështu. Diu morëm me trileçën e Fjolla Morinës dhe pastaj shutën e Rihanës. Sot do merrem me këngët e tyre që në thelb ishin pak a shumë të ngjashme. Sot do të merrem me diçka tjetër, shumë në fakt, mbase nga që Dafina sjell gjithmonë një frym tjetër në Shqipëri, është super mega e talentuar, më të mirë nga më të mira që ne kemi këtu dhe shumë mirë që e kemi. Shumë themi që Dafina inspirohet nga Sierra, Dafina inspirohet nga personazhe të shumta të Hollywoodit ndër të tjera. Ne kemi kapur një person tjetër nga i cili mund të inspirohet dhe pak a shumë ka të njëjtin stil, nga një britanike kësaj here, nga FKA. Tani,
Kemi dhe detajet kësaj natyre që të mos flasim kështu për qartë foto që tregojnë më së miri se deri diku ngjajnë dhe ku është inspiruar më shumë Dafina. Në foton e parë e kemi Dafinën te klipi shumë qef. Nuk e di sa e keni fokusuar këtë pjesë ku ka bërë disa tatuazhe sigurisht jo të vërtet në fytyrën e saj, të cilat kohë më parë i ka bërë dhe britanikja, që është edhe e dashura e Robert Pattinson. Në foton e dytë ne sillim një tjetër sekuencë ku Dafina paka shumë ishte e ngjashme me FKA. Flokët e famshme, kohët e fundit po eksperimentojnë edhe Dafina kështu, poza deri diku të ngjashme, vathi në hund, ato fjet e flokut që lihen kështu si padazhi, si spontane dhe mek, që është bërë paka shumë mainstream, të gjithë po e bëjnë këtë të fundit. Dhe së treti është mënyra duke pozuar kështu një photoshooting që kanë bërë të dyja këngëtare, dy foto, bardhëzi, kreja e flokëve, pozicioni i fytyrës, veshja e zezë etj. Dhe kështu kemi kuptuar që nëse mendoni që Dafina inspirohet nga Sierra, e keni gabim. Rrëzojeni këtë alternativë. Nuk është kjo teorem, nuk qëndron. Besoj që inspirohet nga FKA Twigs, kështu që një bashkëpunim midis tyre do ishte ideali, mendoj unë, meqense kanë kaq shumë të përbashkëta. Ne do të sillim tani produksionin e fundit në fakt të Dafinës, super fit, këngë që të bën të kërcesh, që i këndon liris, një klip shumë i këndshëm dhe nuk vjen vetëm, vjen me DJ Mixej, e shohim. Kush është kjo nga në sfond, do më iluminoni pak? Bashkëpunimi Bibi Rexha me Nicki Minaj, një këngë që pritet bëj namin shumë shpejt. Në fakt, ne jemi te kjo pjesa e këngëve që bëj namin edhe sapo dalin nga furra. Po flasim për një personazh romantik i pashurueshëm. James Morrison është tamam sikur ta marrë nga epoka e Shakespeare-it, epoka romanticizmit të vërtet, e ta sjellësh këtu, edhe ta lësh kështu si do biogjashtë ndër të tjera. Gjithmonë quhet për këto kompozimet, për krijimtarinë e tij që është deri diku, po definitivisht shumë romantike, që ajo Please Don't Stop the Rain e të tjerë, që tash ju kuptoj që është natyre romantike. Na ka munguar për 4 vitesh tani më me prezencën e tij muzikore. Kështu që Hot of the Day, ditës së sotshme, thënë ndryshe, NZ-a e kësaj dite është e gjitha për James Morrison dhe i gjithi për ne është James Morrison dhe produksioni i saj më i fundit muzikor pas 4 vitesh. Kënga ka një titull që unë besoj titulli i thotë të gjitha. I Need You Tonight. Unë besoj përveç James Morrison, gjithkujt i ndodh që ti mungoj dikush në një moment të ditës, të natës, të drekës, në fund të javës, në fund të muajit, domethënë të kalon ajo ndjesia sikur dikush të mungon dhe kjo i ka ndodhur dhe James Morrison dhe e mira këtyre personazheve muzikore që dinë ta përkthejnë ndjesinë momentale në këngë dhe bëjnë kështu një këngë definitivisht shumë suksesshme. Vetë është këngë shumë e bukur, vetë mua më duket sikur ky ngjan me Chris Martin të Coldplay dhe e bukur është kur ma thot dje edhe Ina kur më punonin për skaletën, a ngjarkë me Chris Martin, më në fund doli dikush që mendonim një lloj gjithashtu. Ka thënë një këngë ritmikisht këndshme kështu, një tekst gjithashtu shumë të bukur ku në thelb qëndron sigurisht ekzistenciale tani më dashuria dhe mungesa që përfaqëson kjo vajza për këtë. Ajo që është interesante është se klipi është plot ngjyra. Plot njerëz, rrugë kështu të mbushura plot me njerëz, dhe ky që ende gjithmonë duke kërkuar këtë vajzën e cila i mungon dhe e don definitivisht atë natë. Dhe teksa po shikoja këngën merrte ndërmend një shprehje apo po ta them nesër në fan day, shprehje nga ato shprehje që përdoja në gjimnast një herë një kohë dhe ka qenë shumë e bukur dhe më është fiksuar. Besoj nëse do kishte një logo, një slogan për këngën e tij James Morrison, kjo do ishte shprehja e duhur. Kishte shumë njerëz në qytet, por prezenca jote, por mungesa jote vrej më shumë se prezenca e gjithë të tjerëve. A ishte shumë e bukur? Kënga tani. Ja, kënga që dëgjova më herët, tani e dëgjojmë edhe një herë. Taksiratën, se mua më pëlqen shumë ky djalë romantik, për gjithë romantikët në fakt, kështu që do ta dëgjojmë James Morrison pafundësh, do ta mësoni përmendësh. Kjo është detyrë shtëpie. Tani, nuk është nevojë të mësojmë përmend këto fakte të Reese Witherspoon, do bëjmë kështu një kalim të shkurtër se ajo të kanë gjëra më interesante për jetën e një ndër aktorëve më të bukur, më të këndshme dhe më pozitive që kemi parë ndonjëherë në kinematografinë botërore gjithashtu. Emri i plot ama është Laura Jean Reese Witherspoon. Dhe unë akoma nuk e kam kuptuar tendencën e këtyre jashtësave për të patë 7 emra bashkë, domethënë, nuk e di. Ku është Elbi? Ka lindur në 22 mars të vitit 1976, bëni vetë llogarit për moshën, 40 vjeç është, New Orleans, aty ka lindur. Babai i saj ka qenë kolonel i ushtrisë. Kjo ka bërë që të ketë një jetë kështu gjeografikisht të lëvizshme, dhe të larmishme ndër të tjera, sepse ka jetuar në Gjermani për shkak të punës së babit. Është pasardhëse e John Witherspoon dhe po toni po kush është ky më fat, është një ndër 56 anëtarët në nënshkrues të deklaratës së pavarësisë. Interesante dhe shumë e rëndësishme. Ka qenë një studente definitivisht shumë e mirë, aq shumë mësonte kjo vajzë, merrte gjithmonë notën A, se kështu e kanë ato që i bie respektivisht 10 këtu te ne, edhe e thristin me një nickname të tipit Little Miss Type A, domethënë vetëm shkronjën A, notën A maksimale merrte. Që në moshën 7 vjeçare ka qenë imazh disa spoteve publicitare kështu si modele, që aty nisi karriera e saj e suksesshme pastaj për të vijuar kështu periodikisht. Ishte vetëm 13 vjeç kur mori pjesë në një serial televiziv dhe shkëlqeu. Në 91-shin ka patur kështu rolin e saj dhe hyrjen
rolin e saj të parë në një film kinematografik, Men in the Moon në fakt, dhe në vitin 2007 ka përfunduar një martesë e saj që rezultoi të ishte jo shumë e suksesshme siç duket. Edhe kjo është pjesë e këtyre divorceve të famshme të Hollywoodit. Citohet si një ndër aktorët më të paguara dhe gjatë xhirimeve të një filmi, të gjithë i thonin se duhet të mbetej shtatzan sepse ishte shumë e dobët për rolin dhe ajo gjatë xhirimeve mbeti shtatzan me vërtet. A nuk është interesante? Në vitin 2000 mori pjesë në një film tek The Friends që bënte motrën e Jennifer Aniston dhe aty pati një gol të karrierës së saj. Në 2002 cilësuar nga revista People si një ndër 50 njerëzit më të bukur në botë dhe ka dhe shtëpinë e saj të produksionit Type A Films, domethënë, nga nickname-i i saj dhe nga fakti që merrte vetëm notën A në shkollë. Madhëmendja, kjo ishte arsyeja. Këto ishin disa fakte që kishin për Reese Witherspoon. Unë jam e sigurt, edhe Reese Witherspoon, që është bjonde, edhe çdo brune, çdo kuqe, të gjitha ngjyrat e flokëve që mund të keni, bashkohemi tek kjo pjesa, tek kjo preferenca muzikore që vjen tani, se është ideali Tutti Birds, është Fetty Wap, e sillim në Fun Day. Nobody can drag me down. Oh, sa bukur. E shikoni, studio im është më e mbushur dhe më e bukur se kur, domethënë. Faleminderit shumë që keni ardhur. Apo kënaqeni që nga fillimi. Në fakt të pyetëm do ta kisha bërë në fund, nuk e di pse e bëra tani, po nejse, pak rëndësika kjo. More One Direction ju pëlqen që i kemi në sfond? Ndonjëri nga ju si pëlqen se i heqim vend. Do bëjmë tani një prezantim, unë di që ju vini nga një projekt që ka të bëjë me fëmijë super talentuar, siç jeni ju, unë dhe radio, di që shkëlqeni në radio, tani t'ju shohim pak sa shkëlqeni në televizion tani më. Do nisim me një prezantim, se unë di që ky projekt strihet në shumë rrethe, në shumë qytete të Shqipërisë. Kur unë t'ju kaloj mikrofonin një nga një, do thoni emrin, ne njihemi tani me njëri tjetrin se u bëm shok, po që t'ju shohin edhe mamat, edhe babat, edhe gjyshja ime se vdes gjyshja ime për ju, jeni të sigurt. Edhe do kalon mikrofonin, tani si me ty. Edhe do thuash emrin dhe nga vjen. Klevi Spahi, u vin nga Dibra. Bravo, ne jemi patriot. Tjetra? Fiona Dnellari dhe vin nga Durrësi. Aha. Unë jam Neja Dashkalla dhe vin nga shkolla Fadil Kurmani Elbasan. Po, tjetra? Unë jam Alesia dhe vin nga Durrësi. Alesia do bëhet modele kur të ja thash. Si ja vin nga Elbasani? Aha. Unë jam Egi dhe vin nga Burreli. Unë jam Elina dhe vin nga shkolla Demir Gashi i qytetit Peshkopi. Po, tjetra? Unë jam Sjera dhe vin nga Peshkopia. Asjera ka emrin e këngëtares. Egisa Fusha nga shkolla Bayram Curri Tiranë. Sara Musi nga shkolla Bayram Curri Tiranë. Unë jam Adela dhe vin nga shkolla 31 Korriku i qytetit të Burrelit. Ngrinë pak zërin. Unë jam Boni dhe vin nga Peshkopia. Po. Unë jam Manuel Balliu dhe vin nga shkolla 31 Korriku Burrel. Unë jam Klent Shupi dhe vi nga Burreli. Manueli është më i vogli, po? Sa vjeç je? Unë jam 12 vjeç. Po, mbajeni mikrofonin se do ta kaloni tek njëri tjetri të gjithë kështu. Jam 12 vjeç. E di çfarë vura re unë në fakt që të Peshkopis janë ulur bashkë, të Elbasanit bashkë, të Tiranës bashkë. A jeni bërë shok me njëri tjetrin ju? Apo si është kjo punë? Unë ju dëgjova dje në radio në fakt më qelloi për një orar dhe ishin disa që po flisnin për sindromën, për fëmijët me sindromën Down. Ndonjëri nga ju ishte dje në radio kur po dëgjoja unë apo ishin fëmijë të tjerë që nuk janë këtu? Kam qenë unë. Ti ishe? Po. Godita në shenjë. Tani pyetja ime është kjo, atë tekstin që ju thoni, atë që thoni aq bukur, aq rrjedhshëm, aq mirë, vetë e bën ti apo a bën ti kusht tjetër dhe i lexoni? Jo, Të vërtetën ama. Të vërtetën fare do të them që mendim e përgatisim të gjithë bashkë me mësues koordinator dhe më pas e mësojmë dhe e themi ashtu rrjedhshëm, sikur e dëgjon ti. Po ti që je shumë i mirë, a e di njërë? Ti e 12 Nuk e vjetë dija që jam aq shumë i mirë. Kledi, Kleni. Po. Bravo. Për sa i përket fjalëve që ne themi, dihet që janë fjalë të cilat ne i themi vetë, sepse sigurisht ne duam që ta çojmë për fëmijët, ne duam që t'i ndihmojmë sadopak, që zëri i tyre të dëgjohet dhe sigurisht edhe të gjithë jemi të barabartë, të gjithë duhet ta ndjejmë veten të barabartë, edhe ato fjalë që ne i themi, dihet që i themi vetë. Po. Sepse dihet që ajo bëhet për ne dhe jo për të tjerë që të... Unë gjithashtu di që, ja do më japësh do ta kalojmë. Do jetë flisja, hajtë se radha do jetë për ty tani. Kapi mikrofonin, hajtë s'ka që qohu, se këtu është pa kornizë, nuk është problem. Tani, unë dhe radio, kështu është projekti në fakt, dhe ju aty bëni emisione radiofonike, di që keni 18 rubrika të ndryshme dhe shumë të bukura. Ajo që mua më intereson se paralelisht jeni dhe në shkollë. Mosha më e madhe kush është këtu? Sa vjeç je? Ju të dy. Sa? Ju jeni 12. Do flasim pak më vonë për një tjetër projekt dhe aktivitet që ka target grupin tuaj. Pyetja ime është kjo, a ju pengon për shkollën? Atëherë, Under Radio do që të flisja pak për atë pyetjen që bëre në fillim dhe pastaj të kaloj këtu.
Okej, do flasë vetëm për pyetjen në fillim atëherë. Hajde. Okej, do të që të që Under Radio është një program ose një aktivitet i bërë, një projekt i bërë nga fëmijët për fëmijët. Do të thënë është një prodhim bio, si ta themi, i fëmijëve, vetëm nga fëmijët është. Ndërsa do doja që të thoja se Under Radio personalisht mua nuk më shqetëson fare për shkollën, s'kam asnjë problem. Ne mblidhemi, madje Under Radio është kënaqësi për mua dhe kur flas njihem me miq të rinj, bisedoj për gjëra që mua më shqetësojnë. Marr vesh. Meqense kaloj pak mikrofonin tek dikush tjetër, që të flasi të gjithë nganjëherë do flasim, patjetër. Ja, patjetër që do flasi se kishte qef Fandej, kështu që je shumë e mirë pritur. Ti çfarë rubrike bën në radio? Atëherë unë zakonisht marr rolin e moderatores dhe bëj dhe regjistrimet, bëj edhe pyetjet dhe flasim për rubrika të ndryshme. Neve si fillim jemi një grup i madh, një grup i zgjedhur, le të themi, por kanë të gjithë mundësinë nxënësit e shkollës që të jenë pjesë e Under Radios. Ne vendahemi në grupe të vogla, pastaj të caktojmë tema ose nën tema më të vogla për të folur gjithë secili. Temat janë më të ndryshme dhe zgjidhen nga vetë nxënësit dhe nga vetë ne që i bën. Pastaj kemi edhe pak ndihmën e mësueses koordinatore. Në gjithmonë në kokë dhe në ndihmon, domethënë, në pjesën më të madhe të rasteve, por Ndërkohë, këto që janë nga rrethet, nga Pishkopia? Jo, jam nga Durrësi. Nga Durrësi. Okej, kaloj pak mikrofonin vaj. Do ma thosh edhe një emrin të vetëm Fiona. Shumë keq. Fiona, si princesh Fiona. Sa herë në javë qëllon të takoheni? Si funksionon kjo pjesa? Si i regjistroni puntata që luani në radio më vonë? Atëherë, ne takohemi 3 herë në javë, e kemi me detyrim, por mund takohemi gjithmonë dhe më shumë nëse ne duam diskutojmë gjëra të veçanta apo për tema të veçanta kur kemi raste festash apo aktivitete shkollore. Normalisht ne regjistrojmë aparatin e radios kur mblidhemi dhe duke caktuar temat, ato mund të jenë në bazë të kërkesave tona, por dhe për një aktivitet caktuar. Normalisht, duke qenë se ne punojmë vetëm me një radio, kur kemi aktivitete shkollore për cilat duam të flasim, detyrohemi dhe i regjistrojmë dhe me telefon. Ndodh edhe kjo. Po, Mirë, ndodh edhe kjo. ne do shkëputemi për pak fare, do dëgjojmë një këngë, ju e doni muzikën besoj, dhe pastaj do ngrej dorën kush nuk ka folur, do flasim kur të kthehemi për pak. Shkëputemi. Nobody can drag me down. Mos e shikoni vetëm te ekrani. Se mua ma bëjnë të vrejtje gjithmonë që shoh vete. Nuk e di, unë kur po shikja në fakt, duket shumë bukur studio me të gjithë ju, kështu kaq të mbushur, kaq shok jeni bërë me njëri tjetrin, a bëra këtë pyetje unë apo se bëra? Jeni bërë, se di që bëni dhe aktivitete të tjera jashtë këtyre që i keni kështu me program. Do flasësh ti tani, do ma thuash ndonjëherë emrin. Klevi. Do më thuash pak si funksionon kjo pjesa, sa herë takoheni në javë? Si ndani programet, vini edhe nga larg apo i regjistroni në qytetin tuaj edhe pastaj do ma shpjegosh pak. Siç e tha dhe shoqja, ne mblidhemi 3 herë në javë me detyrim, por mund të lidhemi dhe më shumë në varësi të mundësive, mblidhemi qeveria e nxënësve dhe Child Lead Group ose zëri 16+. Po si ndani temat? A nuk qëllon që çdo fund muaj mblidhemi dhe caktojmë planin mujar ku flasim për caktojmë tema të ndryshme për të cilat do të flasim. Dhe pastaj ndajemi në grupe të ndryshme dhe bëjmë regjistrime. Përpara çdo regjistrimi secili janë pjesëtar, duhet të ketë parasysh rregullat që janë vëmendja, qetësia absolute dhe numri mbrapsht 4 3 2 1 dhe do njëri nga ju i ka stati. thyer rregullat? Të vërtetën, kush ka thyer ndonjëri nga rregullat? Të ngrej dorën. Kaq të mirë ju. Unë kam thyer rregulla pafund kur isha. Tani, pyetja që kam për ty, unë të thash sa të pash që ti duhet ishe bërë modele, si është shumë e bukur. Këtë që bëni, projektin me radion, e shikoni si pasion, duhet bëni me prezantues radiofonik edhe më vonë? Atëherë, në fillim kur kam filluar punën me radion, më duk shumë punë e madhe për t'u bërë. Nuk është se kisha menduar ndonjëherë më përpara gazetarim, po kur fillova punën me radion, pëlqente shumë të flisja, të merresha me tema të ndryshme dhe fillova ta kem më shumë si qef. Është më shumë për kohën e lirë, pëlqen më shumë ta kaloj me radion se ta kaloj me aktivitete tjera, me shokët apo me shoqet. Ndërkohë, ajo vetë që shveshur me rozë, më pëlqen mua ngjyra rozë, mund t'ja kalosh pak mikrofonin, se donte të ndroje pozicionin. Çfarë të pëlqente pozicioni aty e para punës? Nuk është se ndjem shumë rehat, domethënë jam rehat kur flas, kur jam ulur në divan ose në tokë, nuk jam shumë mirë. Me vërtet? Nuk kemi kohë se të kisha hyrë aty sipër, por gjithsesi do ta ruajmë për ndonjëherë tjetër. Çfarë ka të veçantë ky projekt që të bën ty mbase edhe të lësh një orë mësimi për të shkuar aty apo s'ndodh kjo? Po, ndonjëherë. Doli më në fund. Ka të veçantë sepse është e vetmja, domethënë ku mund të shpesh lirshëm,
mendimin tënd ose shpesh shqetësime që keti për shembull që kanë fëmijë çdo ditë. Dhe aty mund të shprehësh gjithçka, jo vetëm shqetësime, por aktivitete ndryshme ose gjëra që për shembull janë argëtuar ose diçka e tillë. Mirë, unë dua t'ja kalosh pak mikrofonin djalit, se nuk foli. Meqense dua të flasësh pak për këtë grupin Zëri 16+. Çfarë është? Zëri 16+ është një grup i cili është themeluar rreth 16 vite më parë, në vitin 2000, i cili dhe vetë nga emri Zëri 16+ është bazuar sepse 16 persona, 16 të rinj, kanë rishkruar dhe kanë nënshkruar Konvencion e të drejtave të fëmijëve në gjuhën e fëmijëve për t'i bërë ato më të kuptueshme. Çfarë bëni ju me grupin e aktivitete apo? Po, gjithashtu edhe Under Radio, shumë antarë 16+ që i kemi dhe këtu janë edhe në Under Radio. Të dyja paralelisht kështu. Që lidhen me të drejtat e fëmijëve dhe respektimin. Të lutem, do ja kalosh pak mikrofonin vajzës që ka kufjet dhe atë. Ai është regjistrues, në sekreti qëndron gjithë aty. Do ma shpjegosh pak si funksionon si proces? Atëherë në fillim ne ndesim me butonin duke mbajtur shtypur, e ndezim. Dhe fillojmë të bëhemi gati për të filluar. Shtypim këtë buton i cili fillon të pulsojë dhe këtu do të bëhemi gati. Pastaj bëjmë numërimin mbrapsht 4, 3, 2, 1 dhe bëjmë me shenjë që fillon. Ndërkohë që nuk pulson, është konstante, atëherë kjo ka filluar regjistrimi. Dhe tani është duke regjistruar. Me vërtet? Hajde një fjalë mirë për mua me që të përgjithon. Gjithashtu vajza me gërshetin si por nuk e folur. Hajde merre mikrofonin. Unë dua të di tematika që më shumë keni qef ta diskutoni dhe e trajtoni me të vërtet shumë. Duke qenë se është për fëmijët, nga fëmijët, prek tema që prek edhe fëmijët. Atëherë, sikur se thatë, janë 18 rubrika, secili nga individët apo nxënësit e gjen veten në një këto rubrika. Unë të paktën e kam gjetur veten tek rubrika Showbiz, nga ku flasim dhe për vipat, thashethemet, për vipat shqiptarët e tuaj apo vetëm? Po, edhe për të huaj dhe për shqiptarët. Por ajo që është kyç në këtë radio është trajtimi i temave si dhuna, diskriminimi, gjithëpërfshira e fëmijëve rom dhe egjiptian, madje nga data 1 mars deri në 1 qershor është një fushan sensibilizuese në hashtagun Unë mbroj fëmijët dhe deri në 1 mars është bërë një si punë konference, ka qenë dhe Ministri i Arsimit dhe shpresoj që kjo fushan sensibilizuese të vazhdojë akoma dhe më mirë, edhe më bukur. Dhe sadopak fëmijët të mbrohen dhe të zbatohen të drejtat e tyre. Bukur shumë. Kush nuk ka folur dua dorë lart. Ti nuk e folur me të verdha, ju të dyja, apo? Tani, emisioni që ke ti, kë rubrike? Mua më pëlqejnë rubrikat si denonco apo edhe ato të diskriminimit, pasi këto janë rubrika që prekin më shumë fëmijët e sotëm, sidomos në qytetin e Peshkopis nga Viun, pasi në rubrikën denonco ne çdo pra drejtësi që mendojmë që bëhet ndaj nesh, ne denoncojmë aty. Dhe mendoj se gjendet një zgjidhje pak më shpejt. Nuk folet gjithashtu, kështu që të balancojmë situatën gjithashtu. Si gjeni informacionet për rubrikat? Atëherë, rubrikat tona përkojnë gjëra aktuale që shqetësojnë fëmijët. Do me thënë, rubrikat tona flasin për probleme që ne vetë fëmijëve na shqetësojnë dhe ne ngrem zërin që këto të zgjidhen. Kështu temat janë shumë aktuale dhe janë pikërisht këto probleme që ne duam të ngrem, ose ka dhe pjesën argëtuese, ku ka për showbizin shqiptar, siç e tha dhe vajza, ose është rubrik tjetër është dhe gatimi, është do të thënë Shqipëria në fokus, ku është një rubrik. Janë 18, kështu që gjithkush e gjen veten. Tani pyetja më fal, për ato që po na ndjekin. Kur luajnë emisionet tuaja dhe ku mund t'i ndjekim ne? Online apo? Kush do ta thot? Hajde. Duke qenë se Under Radio është një web radio, një radio online, një radio në internet, unë do t'i kujtoj edhe gjithë ndjekësve tanë, gjithë fëmijëve që mund të vizitojnë në adresën www.underradio.al. Po. Ka orare specifike kështu? Është çdo ditë nga e hëna në të premte, në orën 16:00 deri në 18:00. Okej, mund të thuash diçka të fundit patjetër. Atëherë unë do doja të falenderoj Save the Children për mbështetjen që na ka dhënë dhe që na ndihmon që të shprehim njëherë mendimin tonë. Faleminderit Save the Children. Patjetër. Atëherë me qenë se vajza falenderoj Save the Children, do doja t'i falenderoja shumë juve që na pranut të sonte këtu dhe tani s'u bëj me turp kur thoni kështu që as i lutem. Dhe gjithashtu faleminderit tjetër për vetë faktin me qenë se Fandej ka shumë ndjekës, do doja që edhe radioja jonë të kishte shumë ndjekës. Unë jam e sigurt që po si vjeni shumë të talentuar. Dhe jam shumë e sigurt nëse do ishte në radion tonë do na bëje shumë punë.
Po, ku të doni vi unë me vrap. Edhe zysha që kanë ardhur të gjitha që i kemi aty në backstage, edhe Megi që është dhe Klaudia, të gjithi falenderojmë që na e mbushët studion shumë me dritë. Tani ta bëjmë se e dini kur bëj koncerte, për shembull, vdes fare, të bëj këtë pyetje, na u kënaqët? Kam fiksim. Të gjithë njerëzor, ju kënaqët sot? Po. Kështu po sa bukur që ishte. Mirë, ne do shkëputemi, faleminderit shumë që ishit. Jeni shumë të talentuar dhe ju uroj definitivisht shumë suksese. Edhe besoj do shihemi për projekte tjera. Sa shkëputemi ne do bëjmë foto, s'u vdes për foto. Mirë. Hajde shkëputemi. But we can make a difference. Kemi një video shumë të bukur në fakt. Dhe një rëmuj shumë të bukur gjithashtu. Tani, për Rihanën është Rihanna kjo video që vjen tani. Është në turneun e saj për promovon videoklipin Anti, shumë i suksesshëm definitivisht deri në momentin që flasim. Konkretisht, ajo ka qenë në turneun Anti dhe në një performancë të saj që ka bërë zhurmë mediatike, në fakt dhe një video që është luajtur shumë, ka qenë një pjesë ku po këndonte këngën 4-5 Seconds, dhe sigurisht Rihanna është trirë aty në tokë. Bën atë që e bën gjithë, që 2 fjalë thon vetë, 5 fjalë ja tregojnë publikut që të këndoj publiku. Është surprizuar se ja drejton mikrofonin një fans dhe ai fillon të këndoj mbas edhe më bukur se Rihanna. Nuk di këtë e gjykoni dhe ju vetë. Madje bukur është tek video dhe reagimi që ka Rihanna në momentin që këndon fansi, sepse domethënë bën një tjetër mik komplet se habitet sa bukur po këndon djali në fjalë. E shohim pak bashk video. Dëgjua tani prisni bashkëpunimi i radhës tjetër Rihanna me këtë djalin. Ajo që po përshtypesh nuk ishte ky djali që këndon ai që bërtiste aq shumë, domethënë, ishte dikush tjetër. Ja e ridh audio se më dukte vetja vetëm, pa muzikë në fondër të tjera. Mirë, a jeni gati për një work të Rihanës? Sigurisht që po, e shohim. Ja një tjetër këngë që më në fund të kënaq dhe Fationi pëlqeu kjo këngë. Më çuna se sot më dukeni shumë kështu. Nejse, nuk po them gjë. Do shikoni foton e Britney Spears do mbeteni ju pa fjalë. Kjo është shumë e sigurt. U bë sa kohë që nuk po flitet në fakt për Britney Spears, do isha gati të them, "Okej, edhe Britney e zuri gjumi letargjik", po nuk është e vërtetë. Mjafton të postoj një foto në Instagram kjo dhe bën xhiron e botës madje duke u pompuar kështu, po jo pozitivisht. Photoshopi është the new trend tani, mos që keni vënë re. Photoshopi is in, shumë madje. Kështu ka ndodhur edhe me foton në fjalë të Britney Spears ka postuar dhe Meg për treguar format e saj trupore dhe Photoshopin e shumë që ka përdorur. Shikojeni vetë zbuloni kështu detajet në fakt sa i takon. Është një përputhshime egzotike, si kundër edhe duket, dhe veç fotos, ajo që ka rënë në sy është Photoshopi dhe ka krijuar një boshlik të pazakontë në kuri, si çdo gjë tjetër u vure nga fansat të cilët filluan komente të tipit kjo foto është photoshopuar e papranueshme etj. Mund ta kuptoni dhe vetë atë hapësirën aty tek kurizi dhe gjithçka, po tash një me detaje do ta kuptoni definitivisht sa shumë e ka photoshopuar. Unë dua të di kush është ky djali që ja photoshopon fotot. Flas edhe unë me të u pa punë. Të bëjmë edhe ne si Britney kështu me foto egzotike. Nëse do t'i thoni Britney çfarë bëre më vetë photoshopove foton, ai do thotë ups, I did it again, si sot te kënga. Kjo këngë na bën kështu sensitiv, na bën nostalgjik për verën, për ditët me diell e të tjerë. Tani, mos ndoshta këto që thash ishin gënjeshtra të bardha, para se të kalojmë tek territori i gënjeshtrave të bardha të kuqe me ngjyrë. Kjo është e rëndësishme, do të kalojmë pak tek territori i së vërtetës dhe së vërtetës së mirë, për shembull, të tipit Telekom Albania. Bëni pjesë të përditshmërisë tuaj, sepse kështu do të mund të duroni dashuri dhe të merrni dashuri. Krijojmë çaste që na lidhin, në rrjetin që na bashkon në Europë. Fal paketave të shumta që vijnë kështu të konvertuara si minuta edhe mesazhe, por edhe fal 4 gocë që vjen për herë të parë në Shqipëri. Ju duhet të kaloni edhe tek Telekom Community Store. Në fakt, pini kafen për shefin tuaj dhe merrni atë informacione se ka Samsungu i fundit aty që është i papar. Në telekom.com.al në fakt mund të merrni informacion për gjithë ju që doni futboll dashës. Keni parë ato spotet ku flasin këto futbollistat e mëdhenj, të bukur dhe të famshëm të tjerë që thonë ju presin në Allianz Arena. Këtë mund t'ju jap Telekom Albania, kështu për më shumë informacion në telekom.com.al. Më mirë dhe më saktë dhe më pastë dhe më qartë se Fatma e keni aty. Rrjetet sociale kaluan, sepse jemi në fund, nuk e di nëse e keni kuptuar. Kështu që na ndiqni ne kudo ku ne jemi, mjafton që në Google sa ke qesash, të shkruani InTV Albania dhe parashtrohen si Facebook, si Twitter, gjithçka tjetër. Në fundit ne jemi in for live. Tani kalem pak të gënjeshtrat, edhe pse nuk është pjesa ime e preferuar, do të shoh pak sa gënjeshtar janë followers. Shoqyra s'kush nuk tha që gënjeshtra e bardhë më e mirë që kam thënë është Fatma sa e mirë që je. Akoma se kanë thënë. Ku e lash tek Ajla. Ajla thot do duket mburje, por nuk gënjej asnjëherë. Kam më të lehtë them të vërtetën sa ajo gënjeshtra. Adrian Sela, gënjeshtra e bardhë që përdor më shumë është e bëjun. Klea Kurti, hi in, thot gënjeshtra më e bardhë që them gjithmonë i them shoqeve të klasës nuk ka morbid. Sajme thot nuk më kujtohet fare, po një për shembull jam duke hulumtuar për një projekt në YouTube, gjërsa jam duke shikuar Fande. Kjo është munduri dhe shumë mirë bën, kështu mund gënjesh gjithmonë. Goni Katalana, si thot të gjithë gënjejnë, po kulëm ndonjë takim dhe themi që erdha për 5 minuta. Olimpia, përshëndetje Fatma Xhi.
Gënjeshtra ime është hajtë se shohim nesër. Po këtë emrin. Më dhimbte koka dhe s'kam për detyrë thot Joni. Kristabela thot, po vi sa dola nga shtëpia ndërkohë je shtrirë në krevat. Noli thot kam punë. Sara s'kisha internet sot dhe nuk seva thot përgjigje. Jo që unë jam on gjithë ditën me Telekom, me 4G në Telekomit. Sara është e papar. Just like thot 7 orë në shkollë, bëra 7 orë në shkollë prandaj erdha vonë. Lorela nga Durrësi thot iki se vi herë tjetër kur dikush më kërkon të ikim diku. S'kam baterinë celular thot Razi Male. Kam qenë të daja ato zyrë thot Flogerti. S'po bëja asgjë thot e Njana. Shihemi nesër thot Kailela. Eni Nika thot harrova të puth fort, të puth edhe unë Eni. Anxhi thot s'kam kohë se jam nis për 2 minuta jam aty. Do që thon kështu në fakt të fakt. Dorsa këtu gënjeshta thot bardha që thoni për shembull, vini këtu, është IT-ja e televizionit dhe kur prisi çdo kompjuter ne vini do vish ma rregullosh pak. Erdha thot, ndërkohë nuk vjen kurr. Nëse të thot erdha është lam të mira. Arlisi që është me ekranin po xhiron tani nuk gënjente kurr, kështu që është rast është specie në zhdukje, duhet merremi. Ndërkohë Fationi kush ishte gënjeshtra jote? Të gjitha gënjeshtra i keti, është problem. Nuk kam kohë. Kjo më duket se ishte. Mirë, s'postojmë nga gënjeshtrat, kalojmë tek e vërteta. Vërteta më e madhe është që fande është për ju dhe fande jeni ju, prandaj takojmë nesër, bëni qef. I wanna dance by water beneath the Mexican sky.